që pas përfundimit të shtëpismë të famshme në Shqipëri ku ai doli si fitues, jeta e Gjestit ka ndryshuar totalisht. Koncertet e shumta dhe projektet mjaft të suksesshme kanë bërë që Gjesti të jetë lajmi i parë në çdo portal. Së fundmi mbrëmjen e kaluar ka qenë i pranishëm tek një koncert në Gjermani. Nuk ishte vetëm performanca e tij që ka rrëmbyer vëmendjen e mirë ndjekësve, por ai në një moment teksa këndon ka deklaruar që është i martuar. Teksa ishte në skenë dhe po këndonte, Gjesti është ndalur për një moment dhe ka thënë: "Çka po ju dukem unë juve, unë jam i martuar." Kjo deklaratë e tij ka ngjallur me një reagim në rrjetet sociale, ku ndjekësit kanë komentuar se ai ndoshta po i referohej dasmës simbolike që bëri me Eglin gjatë qëndrimit në shtëpinë të famshme në Shqipëri, ose ndoshta lidhja e tij me Eglin ka avancuar në faza të tjera, ndonse për publikun kjo lidhje po mbahet shumë e fshehtë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.